Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini përsëri në kanalin tim. Sot do të flasim për festën e nënës dhe për rolin shumë të rëndësishëm që ka nëna në kulturën shqiptare. Në shumë vende të botës, festa e nënës festohet në muajin maj. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, në Gjermani dhe në shumë vende të tjera, kjo festë festohet të dielën e dytë të majit, por në Shqipëri është ndryshe. Në Shqipëri, ne nuk e festojmë ditën e nënës në maj. Ne zakonisht e festojmë më 8 mars. 8 marsi në Shqipëri është dita ndërkombëtare e gruas, por për shumë shqiptar kjo ditë është edhe dita e nënës. Në këtë ditë, njerëzit u japin lule nënave, gjysheve, motrave dhe grave të rëndësishme në jetën e tyre. Në Shqipëri, 8 marsi ka qenë një festë shumë e njohur për dekada. Edhe sot, qytetet mbushen me lule dhe restorantet janë plot me familje që festojnë së bashku. Shumë fëmijë blejnë dhurata të vogla për nënat e tyre. Disa shkruajnë kartolina, të tjerë thjesht kalojnë kohë me familjen. Në kulturën shqiptare, figura e nënës është shumë e rëndësishme. Tradicionalisht, familja ka qenë qendra e jetës shqiptare. Dhe shpesh nëna ka qenë personi që mban familjen të bashkuar. Shqiptarët kanë shumë respekt për nënën. Shpesh dëgjojmë shprehje si nëna është zemra e shtëpisë, ose nuk ka dashuri si dashuria e nënës. Në shumë familje shqiptare, nëna kujdeset për fëmijët, për shtëpinë dhe për gjithë familjen. Ajo shpesh sakrifikon shumë për fëmijët e saj. Edhe kur fëmijët rriten, lidhja me nënën mbetet shumë e fortë. Shumë shqiptarë flasin me nënat e tyre çdo ditë. Edhe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, shpesh i telefonojnë nënat e tyre rregullisht. Familja është një pjesë shumë e rëndësishme e kulturës shqiptare dhe nëna ka një rol qendror në familje. Në Shqipëri ekziston edhe ideja e nënës shqiptare, si simboli forcës, sakrificës dhe dashurisë. Shumë gra shqiptare kanë kaluar periudha të vështira historike, luftra, varfëri, emigracion dhe ndryshime të mëdha sociale. Por ato kanë vazhduar të kujdesen për familjet e tyre me shumë forcë dhe durim. Për këtë arsye, shumë shqiptar ndjejnë respekt të madh për nënat e tyre. Edhe në letërsinë dhe muzikën shqiptare, tema e nënës është shumë e pranishme. Ka shumë këngë shqiptare për nënën. Shumë prej tyre janë emocionale dhe flasin për dashurinë, mallin dhe sakrificat e nënës. Sidomos emigrantët shqiptarë shpesh ndjejnë mall për nënën dhe familjen e tyre. Kur shqiptarët largohen nga Shqipëria ose Kosova për të jetuar në vende të tjera, lidhja me familjen bëhet edhe më e rëndësishme. Shumë njerëz thonë se gjëja që u mungon më shumë është nëna dhe gatimi i saj. Dhe kjo është diçka shumë tipike shqiptare. Ushqimi dhe familja janë shumë të lidhura me njëra tjetrën në kulturën tonë. Shpesh njerëzit thonë, askush nuk gatuan si nëna. Dhe ndoshta kjo është e vërtetë. Një tjetër gjë interesante është se në Shqipëri shumë njerëz vizitojnë nënën dhe familjen shumë shpesh. Edhe pasi martohen ose krijojnë familjet e tyre. Marrëdhëniet familjare zakonisht mbeten shumë të afërta. Sigurisht, Shqipëria po ndryshon si çdo vend tjetër modern. Jeta sot është ndryshe nga jeta para 30 apo 40 vitesh. Por respekti për nënën vazhdon të jetë shumë i fortë. Edhe të rinj shqiptar sot shpesh postojnë foto me nënat e tyre më 8 mars dhe shkruajnë mesazhe të bukura në rrjetet sociale. Disa njerëz e kritikojnë faktin që në Shqipëri festa e nënës dhe dita e gruas festohen bashkë. Ata mendojnë se duhet të ketë një ditë të veçantë vetëm për nënat, si në shumë vende të tjera. Por deri tani, 8 marsi mbetet dita kryesore kur shqiptarët festojnë dhe nderojnë nënat e tyre.
Personalisht, mendoj se është një traditë e bukur. Është një ditë kur njerëzit tregojnë mirënjohje dhe dashuri për gratë dhe nënat në jetën e tyre. Dhe ndonjëherë, ne harrojmë t'u themi njerëzve të rëndësishëm se sa shumë i vlerësojmë. Prandaj, festat të tilla janë të rëndësishme. Nëse jeni duke mësuar shqip, mund të më shkruani në komente. Si festohet festa e nënës në vendin tuaj? A jepni dhurata? A organizoni darka familjare? A ka tradita speciale? Do të ishte shumë interesante të lexoja komentet tuaja. Faleminderit shumë që e ndoqët videon. Gëzuar të gjitha nënave shqiptare dhe nënave kudo në botë. Si gjithmonë, nëse jeni të interesuar për të mësuar shqip së bashku, ju lutem më dërgoni një email në shqipify@gmail.com që mund ta gjeni në përshkrimin e videos më poshtë. Bashkë do të shihemi në videon tjetër. Mirupafshim!